Për te një provimi juridik, çfarë sjell kjo protestë? Çfarë është? Shikoj, tha mirë Deloshi nga që ka ardhur këtu, domethënë dhe e falenderoj për qartësinë që kishte që shqiptarët nuk mund të humbin në paqe atë që e fituan me luftë. Edhe fatkeqësisht protesta e studentëve ka treguar që politika, ajo pjesë e politikës që duhet mbronte futjen e Shqipës, zyrtarizimin e Shqipës, funksionalizimin e saj në të gjitha institucionet, për fatin e keq ka dështuar. Dhe protesta ka ardhur si nevojë të bashkas koncepti i provimit të jurisprudencës, por e tha qartësisht që tashmë nuk kërkohet vetëm kaq, kërkohet një raport krejt tjetër, një shtrirje e kësaj, një funksionalizim, sepse në 2001 në marrëveshjen e Ohrit, një nga pikat ishte pikërisht gjuha shqipe. Gjuha shqipe nuk kundërshton gjuhën maqedone, nuk e përjashton atë, nuk e sulmon atë, nuk e zvoglon atë, e pasuron në raportin. Edhe duke qenë element shtetformues, kjo drejtë është kushtetuese, është fituar. Dhe do të citoj një nga mendimet që e kam dëgjuar edhe ndoshta ka qenë shumë bindës për mua nga Kim Mehmeti, një nga publicistët më të njohur në Maqedoni, thotë Maqedonia e Veriut është koncept shqiptar. Pra, po të heqësh elementin shqiptar, Maqedonia rrezikohet të ekzistojë. Dhe kështu që elementi më i shëndosh Maqedonës duhet të jetë kundër qeverisë vetë nëse ata nuk e zbatojnë këtë gjë, sepse duke respektuar këtë element të shqiptarëve në Maqedoni, në fakt mbron Maqedoninë, të mbrosh gjuhën shqipe, të mbrosh përdorimin e saj, të mbrosh të ajo të bëhet funksionale në realitet, po mbron Maqedoninë e Veriut. Po mbron shtetin tënd, sepse po mbron pjesën tjetër që është shtetformuese si ty në këtë vend. Dhe mendoj që protesta tashmë nuk është më thjesht ndaj një ministri që nuk pranon gjuhën, është një shkundje ndaj gjithë politikës shqiptare që ka patur detyrë ta mbrojë. Ka patur një moment, e ka patur kryeministri, e ka patur kryetar kuvendi, e ka prapë kryetar kuvendi shqiptar, më thënë Afrim Gashin, ka qenë Talat Xhaferi. Duhet kishin bërë shumë më shumë. Nuk mund të lejojnë që një marrëveshje e firmosur me një revolt të fortë 2001-shit që unë e kam ndjekur drejt për drejt. Ky është një brez që ka lindur pas 2001-shit, pas marrëveshjes së Ohrit dhe është shritur me këtë frymë dhe ti nuk mund t'ja mohosh të lloj raporti që ka. Dhe unë besoj që veshët ndaj kësaj proteste do ta kenë sa maqedonësit aq dhe politika shqiptare atje. Si mund të flitet për një pasiguri të thellë të shqiptarëve aty? Nuk mund të themi këtë gjë, nuk besoj që nuk kalohet deri këtu? Nuk kemi të bëjmë me këtë, por kjo është një moment kyç që kjo mos agravohet. Sepse një protestë të tillë, me një rini të tillë, me një pjesëmarrje të tillë dhe me një mbështetje kaq fortë, dhe me një vendosmëri të tillë. Po, i shpërfill ato neglizhencat që ka bërë, dhe tani është koha që këtyre do jepet drejt. Çdo neglizhencë këtyre rrezikon pastaj që të kohezioni shoqëror që mund të ketë ekzistuar. Dhe nuk as maqedonësit as shqiptarët në Maqedoni nuk kanë luksin me shku në një përballje tjetër. Domethënë nuk lut zotin që kjo mos ndodh. Është mençuria. Pra nuk është se po përdoret gjuha shqipe si instrument për të kaluar në si mund të jetë instrument për përplasje kur ti po kërkon një gjë që është kaq elementare, që rrjedh nga kushtetuta, që rrjedh nga të qenurit element shtetformues, që rrjedh nga një drejtë që është e fituar dhe e pranuar. Pra, domethënë, ata nuk mund të jenë hipokritë që e pranojnë ligjërisht, e pranojnë kështu dhe nuk pranojnë që të jetë funksionale. Vetëm deklarata e ministrit një ditë pas protestës që thotë nuk do lejohet që të cënohet gjuha maqedonëse tregon gjithë thelbin e kësaj kundërshtie dhe pse nuk ka ndodhur realisht, sepse ata e kanë parë gjuhën shqipe atje si një armike të gjuhës maqedonëse. Nuk është kështu. Domethënë, duke funksionuar të dy gjuhët, vetëm e pasurojnë këtë gjë. Domethënë, është një gjë që do shërbejë të gjithëve. Në fund fare, shqiptarët në Maqedoni nuk janë emigrantë, janë shtetformues, janë aty, kanë lindur aty, janë trashëgimtarë aty dhe po jetojnë në vendin e tyre, domethënë, në atë pjesë dhe po kërkojnë asgjë më shumë se sa të përdorin atë gjuhë që i identifikon dhe pa kundërshtu pjesën tjetër dhe pa mohu maqedonishtën se domethënë imagjino të ndodhi një refuzim në palën e tyre që të mos mësojnë maqedonishtën. Po. Do të ishte katastrofë. Patjetër. Pra, ti si mund të mohosh një element që në fakt të bën ty bashkëtues dhe kjo është gjëja më normale në një vend ku ti e di shumë mirë që pjesa tjetër është shtetformuese dhe është një vazhdimësi e kësaj, një traditë në këtë vend. Ronaldo, në çfarë optike ke parë ti dhe dua ta ndërthur pak edhe pjesën e klimës politike në të cilën po zhvillohet e gjitha kjo tani? Në fakt, përdorimi i gjuhës shqipe në provimin e jurisprudencës ishte ajo pika e fundit e ujit që derdhi gotën, se ka pasur një sër ngjarjesh vitet e fundit në Maqedoninë e Veriut që kanë cënuar
shqiptarët edhe gjuhën shqipe. Fillimisht kanë qenë deklaratat e ministres së arsimit, e cila nuk pranonte të fliste shqip në komunat shqiptare, po kërkonte që gazetarët shqiptarë t'ia bënin pyetjet në maqedonisht. Së dyti ka qenë heqja e tabelave në gjuhën shqipe në komunat që janë me shumicë shqiptare, që është e përcaktuar edhe në ligjin për gjuhët, që në ato komuna ku ka më shumë se 20% shqiptare edhe tabelat e rrugëve duhet jenë shqip, ato janë hequr. Së treti ka qenë një gjuhë urrëtie në rritje e shovinizmit maqedonas kundrejt shqiptarëve me shtim të parullave të shkruara në përmure që dho magazi për shqiptarët apo vrasje për shqiptarët, dhe në këtë moment shqiptari mirë, shqiptari vdekur, disa herë që duhet kishe marrë fund si në këtë moment shqiptarët atje dhe pjesa më reaguese e shoqërisë që janë studentët nuk mund të rrinin duar kryq duke humbur gjitha ato të drejta që Gimi e tha që janë fituar me luftë dhe t'i humbasin në paqe. Dhe nuk mundet që në këtë moment shqiptarët atje të rrinë duar kryq, ndërkohë që klasa politike shqiptare nuk po bën asgjë. Ne kemi parë që klasa politike shqiptare atje ka qenë më e heshtur se klasa politike maqedonase. Nuk kanë dalë në mbështetje të studentëve, madje edhe ambasadorët shqiptarë që kanë dalë në mbështetje të studentëve, ata kanë protestuar kundër ambasadorët shqiptarë që kanë mbrojtur shqiptarët, një detyrë që duhet ta bënte klasa politike atje. Dhe për të ndalur pak te siguria e Maqedonisë së Veriut, faktori shqiptar është i vetmi faktor që e mban Maqedoninë e Veriut të sigurt. Çfarë do të ndodhte nëse do të kishte një konflikt të dytë shqiptaro-maqedonas në Maqedoninë e Veriut? Në këtë situatë, kush do dilte i humbur nga ky konflikt? Me Bullgarinë që është gati për të fituar terren, me Greqinë që e ka kundërshtuar ekzistencën e Maqedonisë, me Serbinë që e ka fqinj dhe kërkon që të shtrijë reagimin e vet. I vetmi faktor që do dilte i humbur nga një tensionim i situatës është faktori Maqedonas dhe shqiptarët atje janë gur themeli për sigurinë e vetë Maqedonasve. Ata këtu duhet kuptojnë. Një faktor shqiptar i fortë është një Maqedoni e fortë. Që po, e vërtet. Tek zoti Ademi duhet kaloj tani linjën për të komunikuar pak me të. Zoti Ademi, si është atmosfera reale në Shkup tani pas protestave? A mund të flasim për një emocion patriotik apo nëse mund të flitet për një tension politik të vërtet? Po tani pa tjetër që ka një moment tri edhe unë do të flasë për dy gjëra. Para është për këtë gjeneratën e re që po lindën tani nga nevoja e përdorimit të gjuhës shqipe, që nuk e pranojnë nështrimin. Kjo nuk është protest për gjuhën shqipe, kjo është protest kundër nështrimit të supremacisë slavo-maqedonase, edhe mu vjen shumë mirë që këto persona nuk e njohin këtë nështrim edhe duan që njëre për gjithmonë shtirohen nga kjo lloj bare madhe që i ka patur gjenerata ime. Kur them nështrimin, këto nuk e njohin nështrimin as edhe nga partitë politike shqiptare, që mundohen të shpiki një kom-tri institucional shqiptar, i cili reaton 5-6 ministra, në ndërkohë në kuris apo në kosto apo në dëm të 500.000 shqiptarve, por as nuk intimidohen nga friga e dhunës institucionale të cila mund të jetë. Nuk e njohin frigën. Nëse gjenerata ime e ka njohur frigën, për shkak se ka pas dhunë policore dhe institucionale ndaj neve, edhe atë jemi tërhequr. Ne, kjo gjenerat për e të parë, më vjen mirë që nuk i njeh të dyja këto koncepte. Kjo gjenerat e globalizimit, e cila nuk e shef Maqedoninë atë inside the box, atë vendin e vogël ku karriera fillon dhe përfundon Maqedoni, po mund filloj Maqedoni, po mund përfundoj si kryeministër në Vjenë, në Gjermani, në New York e kështu me radhë. Domethënë, këto kanë lindur rastësisht në Maqedoni, mirë po janë bijat ose bijat e një oportuniteti apo një mundësie globale. Kështu që nga aspekti i kësaj nuk u bën përshtypje fare, domethënë, kjo koncepti që çfarë thot shteti, çfarë thot partia politike shqiptare apo maqedone. Në ndërkohë që mund vjen keq që tani pjesa tjetër e medaljes është shteti i cili jeton në vitet e 70-ta, në fakt nga këtë Republikat e Maqedonisë, unë kam bërë një status pas disa ditëve në rrjetet sociale kur kam thënë që një qeveri, një parti politike e cila është VMRO-ja e konsideron marrëveshjen e Ohrit si ditën ose periudhën kur ka kapituluar shteti, dhe e dyta kur i mban antarët e vet me konceptin që pjesa e dytë e lojës me shqiptarët akoma nuk ka përfunduar.